Faleminderit për fjalët tani Stena, katedra Fuldori është për autorin e librit Arjan Gardini. Këtë vend kemi bërë, siç e shihni vetë, nuk kemi nxjerrë panele këtu përpara, por kemi ndjekur një procedurë pak më ndryshe, domethënë do flasim nga vendi poshtë dhe pastaj mbas reale kush ka dëshirë për pyetje, komente, jeni të gjithë të bëni. Do mos e vësë të na përshëndet. Numërëm atyre, në fakt, nuk e mendoja që do të kisha kaq vështirë këtë fjalë sot. Mendova se do ishte një bashkëbisedim i thjeshtë, ku do ndalim disa ide, disa koncepte, disa mendime, mbi çfarë na bën shqiptar, dhe mbi çfarë ne do të ndërtojmë atë që është projekti ynë i përbashkët sot e në vijim. Por kur vjen mes vëllezërish, ti nuk e di çfarë ndodh. Kemi parë vllazni që vriten për vijin e ujit, për shërnajat kota. Por ato vllaznit që ka mund ndërmend dhe që e gjeta sot këtu janë ato që të përlotin nga dashnia, nga mirësia. Ndaj, po e nis duke falendëruar vllahun tim, Antonin, se nuk e dija që do e nisja fjalën sot me lot. I kam brenda meje, nuk du me i lënë dalin jashtë, por nuk është turp me thënë që po, jam i përlotur i gjithi nga kjo mikpritje dhe nga këto fjalë që dëgjova edhe nga Antoni, edhe nga profesor Gjergji, edhe nga profesor Flashi, shumë mirënjohje dhe nga prania e titulluve tu. Shumë faleminderit gjithë. Shikoni, unë do të lexoj librin, nuk do të flas shumë për librin, sepse sot besoj që dëgjuat një panoramë të plot edhe nga Antoni, edhe nga profesor Gjergji, edhe nga Flashi. Por një imazh që po krijoja ndërsa dëgjoja miqtë e mi flisnin ishte se jemi këtu në Tuz, këtu në Malsi, në fakt. Këtu është ku shqiptaria gjithmonë është matë me plumë. Ky burri këtu e ka matë me një tjetër medalë, me shpatë. E sot e gjithë shqiptaria ka mbrit një pikë që burnia dhe shqiptaria matet me një tjetër medalë, me monedë. E ne jemi një dilemë të madhe. Se nuk po dim ku me e lidh, ku me e ka, ku me e mbjell, ku me e korë burni. Nderi, vlerën. Ne nuk po dim ku me u bashkua, me u bashku në historia, me u bashku në mitologji, a me u bashku në shpikje, sajesa, madhështitës të shkuarës, apo me zbulu pak nga pak vërtetën identitare. Ky libër ka ardhur si një thirrje e brendshme, që unë e kam ndjerë sepse ne kemi një hero që na zgjoi për herë të parë dhe na bashkoi për herë të parë me shpatë, me mendje, me strategji dhe me dashuri. I kemi një grup heroish që u përpoqë që në emrin e këtij heroi na rizgjonin në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Por më tej,
kemi protagonist, por jo hero. Kemi lider providencial, por jo hero. Kujtohuni pak. Cila ishte gjëja e parë në cilën ne nisnim udhëtim në këtë jetë? Ishin minullat e nënave tona që flisnin për trimat tanë, pra që e masnin përnin me metalin e shpatës ose metalin e prumit. Dhe kemi bërë një pikë, kur këta na kanë vrarë minullat dhe na kanë lënë vajtocën. Shikoni pak në qartë. Shikoni çfarë ndodh në çdo kafene, në çdo vakinë, në çdo dasëm, në çdo bisedë, kudo që mblidheni, ankohemi, qajemi dhe bëjmë si vajtocën. Gjejmë arsyet për mos me u bashku. Dikur burrat mblidheshin për me kuvendu, tani mblidhen për me u qartë. Ka ndryshuar është përmbysi tërë konstruktin social. E unë këtë e vuaj e thellë brenda meje sepse them, po mirë, nëse ky shekull, kur vepra e Rivitas Vetan u ndërprej nga lufta e parë botërore, nga lufta e dytë botërore, nga pllakosja e komunizmit kudo që jetonin me shqiptarët në rastisi, edhe ne në Shqipëri, edhe ju këtu, edhe ata në Kosovë, edhe ata në Preshevë, edhe ata në Maqedoni. Po mbasi ra komunizmi. Çfarë justifikimi kemi? Pse duhet të qëndrojmë kaq të mpirë si qytetarë, si shqiptarë, sa që gjithmonë të presim që dikush aty ose lideri providencial, ose administratori i huaj, na jap zgjidhje magjike që jo do të na zgjojnë nga gjumi, por shëndetisht na marrin në gjumë dhe do të na çojnë nga kafeneja e përtacisë tek bregu i bukur ku valzojnë rallët e detit dhe shikojnë pamje mahnice të një Shqipërie ku i avlen të rezolitësh në ndjell dhe të komentosh lajmet e ditës. Nuk ndodh. Nuk ka për të ndodhur. E dini çfarë na tha një mik sot? Kur u ndalëm në Bajs, para pak vitesh, Malësia e Madhe kishte 54.000 banorë. Sot ka më pak se 18.000 banorë. Shikoni Malësinë këtu, në këta teku. Çfarë ndodh çdo vit? A shtojmë, a paksohemi? Janë bërë kalqeto ku duhet luani të rinjt, partigje makinash. Na tha miku sot, Malësit më. Dhe unë e dëgjoja dhe u zhyta mendime. Sepse ka qenë një periudhë 4 vjeçare sfund jetës time ku kam parë Shqipërinë që nuk e njeh. Do të premtoj se po të them vërtetën, nuk e kam pas njohur atë Shqipëri që kam njohur në këto 4 vite. Kam shkuar fshat në fshate, lagje në lagje, nga veriu, nga lindja në perëndim. Dhe shoh qytete që zbrazen, mpaken, plaken. E unë nuk dua të bëj politikë me këto idetë e shpopullimit, por po them. Por diçka e keqe po na ndodh. E ne nuk duhet të presim 600 vjet për një Skënderbeu dytë. Edhe Ariu e ka gjumin letargjik 6 muaj. Edhe Ariu e ka 6 muaj gjumin letargjik, dhe zgjohet pas 6 muaj. Pse ne do të presim 6 shekuj për me u zgjuar dashur shqiptar? Na duhet për me gjetë
melodinë e shpirtit tonë, për me u zgjuar çdo ditë, për me u zgjuar çdo ditë, për me kërkuar një ullë. Dhe nuk është arkaike me kërkuar një ullë, por është domosdoshmëri, sepse në histori ne mund ndërtojmë krenari, por jo karakter. Duke u mburur me të shkuar, ne mund gafuremi çdo ditë, sa shumë kemi luftuar, por nuk ndërtojmë dot parime. Nuk ndërtojmë dot vlerë. Historia nuk mjafton më për të na bashkuar. Se po ta shohim me vëmendje. Çdo ditë që shkon, çdo javë që shkon, çdo muaj që shkon, çdo vit që shkon, madje çdo dekadë që po shkon. Ajo historia me cilën ne morëm bëjtje më larg. Para se të vinim tu, ishim me Antonin, me Nikolën, me Macedonin. Dhe gjithmonë më gjepse kur e dëgjoj Antonin se ka një pasion, një dashuri të jashtëzakonshme për shtëpinë e tij, për malsinë. Dhe po fliste për hotin, për grudën, për kelmetin, për burrin. E dëgjoj dhe po thoja, sa fantastike. Sa koka pandon. Sa koka pandon, pa mendoj. Po jo vetëm këtu. Sa koka pandon në Shqipëri. Faleminderit familjes Jashari, që na ringjalli sa do pak atë krenari që paska gjakë. Paska sa shqiptarë që e maskan burrin me plumbin dhe e kthejnë hakun plumbit me gjakë. Sot burnia matet me monedë dhe haku është me karakter, madje jo vetëm me karakter, por është me copë Shqipëri, me copë shqiptari. Ja një shqetësim që unë dua të loja. Po e ndesi tesë, nuk është pjesë e librit, po është pjesë e mendimit tim, doktrinor për neo-shqiptarizmin. Ju besoj keni dëgjuar së fundmi që në Shqipëri, teza kryesore elektorale është na jepni votën, mandati i 4, Shqipëria brenda 2027-2030 antar e Bashkimit Evropian. E keni dëgjuar më sot? Po ve. Fantastike. Fantastike. Po mirë. A nuk ka takon neve shqiptarëve që të jenë ca pjotën? Sigurisht që sytë tanë janë nga perëndimi se ne kemi porosi nga etrit tanë themelues, që patjetër ne shqiptarët jemi perëndim, jemi Europë dhe destinacionin patjetër është Europë. Por si? Në shkëndyrë, me shkosto. Po bëj pak një provokacion. Para pak vitesh, a u dha alternativa ndërkombëtare që u debatuan nga grupet caktuara dhe qaqet caktuara ndërkombëtare që Kosova mund ta merrte njëjën e saj nëse lindte veriu me saj. Ai ishte kështu vetë. Shkëmbim kufish. Ai ishte kështu. Mendojeni këtë dhe unë po ju bëj pyetje. Po ky antarësimi i ngutur në Bashkimin Evropian në 2027-2030. A mos ka vallë si çmim në lënien e Kosovës? A e dini çfarë ndodh vallë në momentin që Shqipëria bëhet me ngut antare e Bashkimit Evropian? A e dini që procesi ligjor në Shqipëri do të jetë thelbësisht i komanduar nga Bruseli? Marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë do të jenë rreptësisht komanduara nga Bruseli. Marrëdhëniet kulturore, arsimore, edukative, ekonomike
do të jenë thelpsisht të komanduar nga Brukseli. Dhe bashkëpunimi i Shqipërisë me Kosovën do të jetë pothuajse i pamundur. Unë jam krejt dakord që do marrin shumë fonde, si Kroacia, si Bullgaria, patjetër që po. Por nuk na takon si kom që të ngrem pyetjen, a ja vlen ky ngut? Dhe a rrezikon ky ngut që të na shkëpus përfundimisht në Kosovë? A nuk po shohim që ndërkohë në Kosovë paralelisht po investohet çdo ditë më shumë ideja e kombit kosovar? A nuk shkojnë këto paralelisht me njëra tjetrën? Që mund të piktakohen në një moment caktuar, në 5 vjet, në 10 vjet, në 20 vjet? Pa mendojnë pak. Si do ndihem se folëm për vllazni pak më përpara? Si ndihet ai vllai që sheh që vllai i madh shkon aty në sallonet e luksit, të zhvillimit, dhe e merr flamurin fuqësi dhe vendos në Bruksel, por e shkon nga Prishtina. Si do ndihen ata atje? Kosova akoma nuk ka përmbyllur procesin e shtetësisë. Mbas kaq vitesh mosnjohje, po kënaqen edhe po gëzojnë për njërin nga Kenia. Po e braktisëm ne Kosovën, po e braktisi Shqipëria Kosovën. Kush do punoj për ta? Kush do punoj për Kosovën nesër? A e ka shansin dhe gjasën që një Shqipëri me flamurin fuqësi në Bruksel, por duke e shkuar nga Prishtina, realisht të veprojnë në mënyrë patriotike për me mbrojtë Prishtinën dhe interesat e shqiptarëve në Kosovë, se Kosova është shqiptare. E nëse flasim për herojë, por e ma gjeni një hero këtu në Marsi, ma gjeni një hero në Labri, ma gjeni një hero në Kosovë, Maqedoni, kudo ku ka shqiptar, ma gjeni një hero që e ka dhënë gjakur me idenë se je vetëm për një copës tokë. Një. Po ma gjenët një hero që ka thënë që ka që shkufiri, për ka që ja, hajde ta ngrem atë copën e shtetit tonë për atë herojnë që ka dhënë gjakur vetëm për atë pjesë. Po në ndjenin time, me shkemi mësuar në libra historie, me shka kanë thënë prindrit tanë, gjyshrit tanë, parët tanë, çdo hero që ka marrë burrin me plumë dhe ka dhënë hak gjakun e tij, e ka thënë për gjithë shqiptarin. Shikoni, unë kam dashur me këtë libër nuk kam dërmend me këtë libër të prodhoj as me Galliden dhe as me Çertanën shqiptare. Dhe falenderoj shumë Antonin që ishte kap thellë në këtë libri. Nuk dua të urrej kërkën, se nuk ka qenë natyrën tonë si shqiptar. E po edhe integritetin tonë nuk e fali. Edhe identitetin tonë nuk e shprej. Unë dua që në emër të hartës identitare, dhe këtë s'na ndalon as në ligjin ndërkombëtar, në emër të ndjesisë të përbashkët, jo vetëm për gjuhën, jo vetëm për historinë, por për gjithçka, edhe për një projekt të përbashkët, ne të mbrojmë çdo pikë gjaku që është dhënë, çdo pikë djersi që është derdhur, çdo kontribut me mendim që është dhënë, dhe të zgjohemi zbashku. Është koha për një rizim kombëtar se na duhet një projekt i përbashkët. A e kuptoni sa e dhimbshme është të shohësh takime ndërkombëtare. Njëri prej tyre isha vetëm para një muaji në Washington. Në Midegate ku shikoja
delegacione shqiptare të Malizit, delegacione shqiptare të Maqedonisë Veriut, delegacione shqiptare të Kosovës, delegacione shqiptare të Shqipërisë, veç e veç, se cilin halë dhe veta. Ndërkohë që ne kemi mundësinë, dhe këtë s'na ndaron asnjë ligj dhe asnjë strukturë ndërkombëtare, që të krijojmë struktura të koordinimit, njësimi, të përbashkëta, strategjike, që ta mbrojmë të sotme dhe të nesërmen tonë. E shikome çfarë po ndodh këtej, dhe po e mbyll tu që pastaj ta kemi të hapur edhe për pyetje. Por po mendohet gjasa që ndryshon dhe kufi. Jeni të përgatitur me shqiptarët në një projekt? Apo do i dorëzohemi fuqive të mëdha pa kushte? Apo do gjendemi si në konferencën e paqes, si thot Margaret Macmillan? S'kishim një zë, kishim 4 zëra atë. Apo 5, sa kishim bërë? 5 zëra. Këtë do dëgjoni më parë, se ne themi na coptuan Europë e poshtë, na coptuan fuqitë e mëdha. Po ne shkuam të coptuar. Ne shkuam me 5 zëra. A nuk mbajmë përgjegjësi ne për të gjë, sepse dakord, ne mund t'i fajsojmë dhe gishti mund të ngrihet mbi këto, fuqitë e mëdha, çfarë na bën ato, pa drejtësi e tyre, por ne more. A kemi arritur ndonjëherë ne ta njësojmë zërin, jo të zgjedhim një lider, por një zër. Dhe detyrojmë çdo lider të flasë me atë, se kushdo qoftë, ky kryeminist i Tiranës, i Prishtinës, një zër. Nuk na duhet më lider providencial. Nuk na duhet më lider që vetëm ata e bojnë kombin. Nuk na duhet më babat e kombit që drejtojnë parti politike dhe bëjnë kryeministra. Nuk duam më babat. Duam lider që vendosin që për hir të kombit të bëhen një zë, një strategji, një qëllim. Dhe nëse këtë libër doni ta kuptoni drejt, kur ta lexoni, ky është vizioni që kam në kokë dhe libri i dytë që jam duke shkruar dhe shpresoj ta publikoj shpejt. Flet për zgjidhjen, se këtu është vetëm përmbledhje e ideve bazë, po flet për zgjidhjen. Ne nuk mund të ribëjmë më një rilindje kombëtare se kanë bërë ata burra të mëdhenj, ato gratë të mëdha të fillim shekullit 20 dhe fund shekullit 19. Por ama ne mund t'ja rinisim. Ne kemi nevojë për një rinisje kombëtare. Ne mund t'ja rinisim aty ku ata u ndërprerën, aty ku ata u ndaluan. Të rinjtë tanë sot nuk kanë pika referimi. U shoh studentët e mi çdo ditë të zbrazur, syshuar, që nëse ti pyet, po çfarë objektivash ke, çfarë do të bësh? Unë nuk bëj një pyetje se sa herë vini vetë parë. Por e ku shihni vetëm mbas 5 vjetësh apo mbas 10 vjetësh? A e besoni që në 30 studentë vetëm njëri e ka menduar çfarë do të bëjë mbas 5 vjetësh se mbas 10 s'bëhet fjalë? Kam patur mundësi kam bërë leksion universitet perëndimore. A dini cila është gjëja kryesore që kanë këto studentë në Itali? Në Britani të Madhe apo Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë bërë leksione të hapura? E kanë patur të qartë planin e tyre për 10 vjeçarin e ardhshëm të jetës tyre. Jo sa i plan do zbatohet pik për pik, e fjalë për fjalë. Por sepse kur njerëzit kanë një plan, do të thotë që ata e kanë në dorë fatin e tyre dhe vetojnë vetë fatin e tyre dhe e negociojnë me rrethanat, me kushtet, me njerëzit, me diçka që vjen. Kur ti s'ke një plan, ti s'ke çfarë negocion, ti nuk mund të negociosh boshën. Dhe atë boshlikën duhet ta mbushim. Dhe neo shqiptarizmi synon
të mbush atë mbushlit që ka sot rinia shqiptare. Shumë faleminderit gjithëve, jam i gatshëm për çdo pyetje. Çfarë do të pyetje edhe për aktualitetin edhe për librin për gjithçka. U ta lexoj. Jo, edhe për aktualitetin, nëse të vazhdojmë këtë ide.